Përshëndetje! Hello! Ja ku jemi sërish në një video tjetër, sot do të kemi një sfidë shumë të vështirë. Unë dhe Anxhi do të veshim njëra tjetrën me outfite vetëm me 20 euro. Është part 2 si video që bëra me Wenxhin, por këtë herë s'do të jenë video të ndryshme, por do jetë vetëm një video dhe unë në story në Instagram tek Ejona Vis Posh Vlogs, ju që s'më ndiqni, shkoni më ndiqni se jam shumë aktive aty. Do të bëj një 10 minutë një sondazh ku do them se kush ka fituar dhe ajo që ka fituar do ja blej njëra tjetrës. Pra do bëjmë dy outfite. Kush ka bërë më të bukur për njëra tjetrën? Pra, unë e kam veshur më bukur Anxhin, Prit një sekond tani, prit një sekond se unë e kam pas kam kuptuar gabim. Unë bëra si radio e prishur tani. Unë e dija që kjo të gjitha ato do Ti mendove se unë do të blej aty outfit? Jo. Si dhe ti dhe unë? Jo, tani ti do më veshësh mua, 1, 2, 3, sa të duash outfite, unë do të vesh ty. Që do t'i zgjedh unë ty? Po, dhe unë do të zgjedh ty. Ja, motra e vogël i zgjedh motrës së madhe. Ti, po, pra unë do të zgjedh ty, por dhe ti mua. Do të njëjtën kohë. Po pse unë ty? Po se do bëjmë sfidë kush e vesh më bukur njëra tjetrën. Dhe në Instagram do bëjmë një sondazh në 10 minuta, kush ka më shumë vota, unë do ta tregoj këtu në fund se kush ka fituar. Kështu që ikim tani, zgjedhim rrobat, më kuptove? Sondazh. Votoni Anxhin ju në Instagram, por derisa të dal video ata nuk do e din, kështu që shkoni në Instagram, na bëni follow aty, edhe do kemi një seri me video kështu me video nga Instagrami ku do të bëjmë sondazhe të ndryshme për challenge dhe të shikojmë kush fiton sfidat. Kështu që shohim kush do fitoj sfidën se kush e vesh më bukur motrën. Ikim. Ha motra po gjën gjë për mua. Po shikoj. Ti e tipi çuditshëm, më dua trendi që. Do më marrësh këtë si me velo? Po se marrësh kërësh fustan apo është bluzë? Se di. Unë do t'ja pas një ndim, ti do t'a zgjedhësh vetë për mua, unë për ty. Që është kësi organ është kjo? Jorgan, jo po perde më të Ska asë formas. Që është kjo? më shkrive. Ama pas ka veshje shumë të lezetshme. Kjo është zhupë vetë për trend lak apo do të e krosësh? Jo, është vetë mendoj. Zhupkë. Në kishëm hajë bukur. Tash ja të për çfarë e ve ashtu? Këtu në gjitha këtu në fustani, po mos është për këshu. Ashtu do e sa e lezetshme. Shumë e lezetshme, më pëlqen këto gjërat kështu me trëndafi. Se di e shesin vetëm këto. Jo, po më gjej ndonjë fustan që ta vesh ata se po më pëlqej ka ideja. Ja, ky është fustani dhe është me këtë. Jo, unë dua të dal qafa. Ky e pas ka këmishën që vishet poshtë, pas ka sipër. Tani që llonë në shanjan që më zgjidh ndonjë gjë. Ja, me po mos vjen truri, nuk e di se. Ky të pëlqen për mua. I bukur pos kaq që nuk e ke belin ti. Po mbasa është me masa, ja të gjejmë ndonjë. Kus po shoh, është i vogël po. Tani po përfundojmë për zgjedhjen për mua, pastaj do të zgjedh unë ty motra. Do më veshësh kështu si ushtar mua ti. Kështu si trendi që po. Po mos më nxirr kaq shumë nga vetja o motra mua. Po Enxhi nuk të nxorri nga zona e komfortit, do të nxjerrin çikun aty. O Enxhi të përshëndesim. Enxhi snuku. Unë kam stilet e mia të çuditshme. Okej, vishemi me stilin Anxhelian. Nuk e di si do më rim, po shumë kurioze po na bën që ti provoj. Këto me një krop. Okej, me sa duket Anxhi zgjodhi këto tani për mua. Ja, se pas ka dhe një bluzë kështu. Oho, do më bësh kështu. Në kapuç, kështu trendi më. Do më veshësh kështu? Po, është shumë e gjatë ajo me ato? Mos duhet ndonjë crop. E futim brenda ne. E mirë, si dhe vetë stilin, hajt. Një crop, gjem një crop. Oho, edhe me kapele. Po do më bësh gangsta ti mua tani? Këta në kokë shumë atë. Shumë trendi. Tani e kishe bezhe, ndrove këta? E mëre të bardhë? E mëre të bardhë se shkon me këta, se do të vesh me këta. Oho. Se vesh me kapuç. Edhe me këto? Edhe me këto. Hajde të një. Okej, ta bëjmë mirë këtë veshjen. Okej, ta veshim këta dhe pastaj zgjedhim outfitin ty për mua. Okej, ja. Do bësh trendi motra. Gati për outfitin e radhës, nuk e di sa kushtojnë këto, po s'duhet të kushtojnë shumë se 20 euro. Nuk pra. Ha me në nderova, apo? Ha. Qarë? Së bajnë? O, bo. Nuk më bajnë. Qarë të më motër, Se mos dukem ke... nuk ke fatin të bëhesh trendi. Një të tjera, se më pëlqen kjo, këmisha me atë... Mirë, ha se gjumë. Motra, se ngela pa pantalona, më stole ndonjë gjë? Këto bejshët, këto të bardhat edhe këto si ushtarake. E ja, këto si ushtarake. Shikoj një cila do ashtu, Këto. se të shkojnë atë të bardhën. Okej, me që kanë dhe këtë shëritin e bardhë. Vëjë.
Ha me motor. Motor. Më Nuk merr e- një palë që më bajnë se unë nuk e di. Anxhi tani më solli këto streqe dhe unë përfundova me streqe. Hajde motor, hajde të shkojmë me streqe tani, leri ato. Hajde motra. Shikohem. Wow, sa trendi goca. Ky është outfiti një. Wow. Mua më pëlqen, duke shkoce vogël edhe trendi. Lezetshme. Nuk e kam kapur mirë në flokët, po ideja është që jashtë. Më pëlqen. Ktheu pak mbrapa të shkojmë pjesën e bluzës, se është shumë e bukur me kapuç. Shumë nice. Okej, tani do i bëjmë një foto këtij outfitit për ta vënë tek story. Do bëjmë dhe outfitin 2 që do më bëj Anxhi, pastaj nisim me outfitet e Anxhit. Tani e ndave mendjen çfarë do më japësh për outfitin e dytë. E bukur ky. Wow. Nuk e di, rroba që po më zgjedh Anxhi sot, unë nuk e di a do t'i kisha zgjedhur Ky për është shumë vete. modern. Mhm. Edhe modern. Të shkoj. Edhe materialin e ka kështu Materiali që që ma edhe shumë hapet, për mua që jam pak e shëndetshme. Provoj një herë të Po motor. ta provoj, se duket lezetshëm. Mua do më rinte i gjatë ky. Ti pse sa të rita më, shiko? Po duket i lezetshëm, ja ta provoj. Provoj një. Ha me motor, së bëna? S'më bën as ky. Aha. Se i ke marrë këto? Po të mora ti kombinoj me fustanin, se shkonin. Po të fustan s'më bën mua, shumë i shkurtër, nuk mundem ta vesh. Se gjeta një kostum linon duke. Hajde ma trego njerë, se ngelan edhe me provës. Rozë, karamele. Që ka shumë i lezetshëm. Kërko që e O zot i shoha nuk e di. po mja se ngelan edhe me provës, inshallah më bën. Me. Hajde. Motra, unë e provova tani ma sill çantën. Po tra, nuk ka çantë rozë do hapur. Po pse rosta hapur, mund ta thyem ne me të Pra, bardhë. është kjo. Mirë, sile ta provoj. Pinku, po dhe kjo nuk besoj se të shkon shumë me atë. Ti s'do që të fitosh ti? Se do që të fitoj vesha ime që të ta blon ty, ha? Hajde, sile. Të më shikosh sa bukur. O, më kombinojnë me thonë lela, pink, gjëra kështu, gjëra vajzash. Sa bukur. Me atë të parën duke që trendi, kështu duke shumë moderne, verore. Një vajzë shumë e mirë. Lezetshme. Shumë lezetshëm. E mua më pëlqen se qen ka shumë i rehatshëm. Ky Asa, që është pa. prerje kështu e gjerë, është më Pa. edhe më bën. Shumë e bukur. Mua ngjyra më pëlqen shumë, edhe si të ri më pëlqen, po ngjyra është karamele. Normal jo me këto shapka, do vesh diçka tjetër, po gjithsesi po bëjmë një foto që ta vëm tek sondazhi në Instagram. Provova kaq shumë edhe u ban flokët. Aj tani se zhvap, s'do pres ty tani, se unë kam shef, ti provoj për veten tim. Okej, dy outfitet e mia janë në rregull. Zgjedhim dy outfitet e Anxhit, i vëmë në sondazh. Si dy outfitet e tua, një do marrësh. Jo, po dy i kemi bërë, një do fitoj nga o nga ato ose nga joti. Ah, Tani. Çfarë ti zgjedhëm këtë? Unë po shikoj këtu, po ndeshim atë mbrapa. jo. Do i kemi rande ka fillimi. Hajde me mua, hajde. Okej. Po Anxhi të gjitha një perlë. Çfarë është kjo ngjyrë e tillë më? Se ngjyrë çoko kremi. Ti e zezë, unë që jam e bardhë shko. Po. Okej, unë mendoj që kjo ti do të shkonte shumë. E zgjedhim si outfit të parë, e provojmë dhe Pasi kjo është mishnata apo fustan se s'po e marr vesh. E po është nga këto satan dhe që është. E hajde ta provojmë. Hajde. Hajde, pres. Ndërkohë që Anxhi provon, unë nuk dua që të humbas kohë, se është dhe vap. Edhe po i zgjedh këto, që se ka idejnë, se çfarë po i marr. E do shkoj t'i gjej një krop. Po shikoj diku këtu, ne jemi tek linja 600 lek, pra 6000 lek të vjetra. Por që të shohim sa do shkojnë kostume, se jo gjithçka 6000, mund të ketë edhe 12000 lek për shembull sete. O ja, ndërkohë që flas pas këtë gjën këtu. Kjo kështu e bardha, me këtë do shkonte shumë. Do shkoj t'ja tregoj Anxhit se dia ka përfunduar. Po, t'ja shoj mirë outfitin dhe këta do t'a le këtu. Dalë se na doli. Hajde Anxhi. E po hajde ngele aty. Nuk del nga dhome provës. Ua, super. Ja, kush ka trup? Ne që jemi të shëndoshka, shiko sa bukur i ri Anxhit. Anxhi, më duke se do fitosh me këta, po gjithsesi, shiko çka kam përgati unë. Më pëlqen shumë. Të shko ka dhe shumë me shapkat. O prit se duhet të gjej edhe një Jo, çantë. këtu do një palë shapka me tak, motor. E po këtu s'ka se do si kisha zgjedhur. Ja, Shumë bukur. Të zgjedh edhe një çantë. Çfarë çante ti zgjedhim Anxhi? Duhet diçka. Sa i është goca kështu Nuk lezetshëm. ka çantë për ta, duhet çantë e vogël, motor.
Po të shketi do t'a gjej unë. Nuk ka moj. S'ka. Jo, pra nuk ka. Doja të bëja një kombinim. Marr këtë se vetëm kjo mund t'i shkoj një gjë e zezë, kështu si portofol. Mbaje pak motra këtë. Shiko se s'është keq kjo për një dark, për shembull për një gold. Dal. Edhe nga këmbët kesh diçka të zezë. Mendoj që kjo është okay. Mbaje një kështu. Shumë bukur. Tani ta bëjmë foton për Instagram. Motra, ndërkohë që ti ishte në dhomën e provës, unë të kam zgjedhur një outfit. Mbaj pak. Janë këto pantallonat. Po kam qef të bëj çik stil kështu, vëdëraje si çka qef ti. Stili tim kjo. Okej, janë këto pantallonat. Edhe prit motra ke edhe një krop që të kombinon shumë. Mbase i gjem dhe një çantë, kështu që provo këto dhe të gjej çantën. I mora dhe këtë çantën se mendoj që do t'i kombinoj se është kështu me bezh. Se nuk kishte asnjë opsion tjetër, për shembull një çantë e bardhë ose një çantë që mund t'i përshtatshë me atë veshje ose me ato ngjyrat që kanë pantallonat, diçka në ngjyrën pjeshkë, jam duke parë, po nuk po gjej. Kështu që të shohim nëse do i kombinoj me këtë. Hajde dil këte. Pse e ke vështirë të dash nga dhoma e provës? Pse rjat? Ose s'po bindem. Çfarë s'bindesh? Jo mos i lidh me Leri kështu, të zgjitura se ngjajnë bukur. Kjo shumë le zgjidhura. Shumë I mirë. varim tok shumë. Po, sa lezetshëm. E di që të shkon dhe ky. Mua më duket sigurisht që ti shkon çdo gjë, se di pse, po mbase nga trupi që e ka shumë të lezetshëm. Ua, sa bukur mbrapa. Shumë yll. Edhe e ktheu, e dim që je bukur. Anxhi, shikoj një, nuk e di po shkon me këta, dushe diçka si rozë. Nuk e di, ja të shon ndonjë çantë tjetër. Apo shko ka, ua sa shkon. Super është. Gati? Gati. Më duket se outfitet që të zgjodha unë janë çik më të bukura, motra. Po çfarë ka mund të bëni ty? Unë të zgjodha gjëra shumë trendi, po unë t'i kam zgjedhur më të bukura. Ja, lini një koment ju si mendoni deri tani nga 4 outfitet kush ju pëlqen më shumë, ndërkohë bëjmë foton e 4 dhe shohim kush do fitoj në fund. Sapo kemi dal nga linja 600 lekë dhe gjejeni pak se kush ka fituar. Tani do t'ju lëm këtu sontazhin. Dhe outfiti që fitovi në 10 minuta ishte outfiti që më zgjodhi Anxhi mua. Është outfiti 2 dhe është këtu. Kështu që unë u bëra me një kostum roz shumë të bukur. Anxhi, faleminderit që ma zgjodhe kaq bukur. Mendova që do fitonte outfiti 3 se mua më pëlqente shumë. Gjithsesi votoni dhe ju në YouTube se cili outfit ju pëlqeu më shumë. U argëtuam shumë me këtë videon. Shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni që u lexojmë të gjithëve, ju duam shumë të gjithëve. Dhe ti Anxhi do thuash ndonjë gjë? Do të them që i dua shumë të gjithë ata që na ndjekin, edhe ata që takoj në rrugë. Anxhi si gjithmonë nuk ju haron. Kështu që shihemi në videon e radhës. Paçim.